Në ditët e fundit kanë qarkulluar raportime për një shpërthim të dyshuar të hantavirusit në një anije turistike që udhëtonte drejt Antarktidës. Sipas këtyre informacioneve, disa persona janë infektuar dhe disa të tjerë kanë humbur jetën, duke ngritur shqetësime për sigurinë shëndetësore në bord. Megjithatë, deri tani nuk ka konfirmime të gjera nga burime ndërkombëtare të besueshme për një incident të tillë nëpër masa të mëdha. Autoritetet shëndetësore zakonisht reagojnë shpejt dhe publikisht në raste të tilla, ndaj çdo informacion duhet verifikuar me kujdes. Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që transmetohet kryesisht nga brejtësit përmes kontaktit me mbetjet e tyre në ambiente të mbyllura. Ndryshe nga COVID-19, ai nuk përhapet lehtësisht nga njeriu te njeriu, çka e bën rrezikun për përhapje masive shumë të ulët. Ekspertët theksojnë se raste të tilla, nëse ndodhin, janë zakonisht të izoluara dhe të lidhura me burime specifike infektimi. Për këtë arsye, është e rëndësishme të shmanget paniku dhe të mbështetemi vetëm në informacione të konfirmuara. Në një kohë kur lajmet përhapen shpejt, verifikimi i tyre mbetet mbrojtja jonë më e mirë.